Mario Mitaj është larguar nga Arabia Saudite për të ardhur drejt Shqipërisë pasi gjyshja e tij ndroi jetë. Lajmin tronditës për mbrojtësin e kombëtares e njoftoi klubi Al Ittihadit që aprovoi lejen. Bordi drejtues i klubit shpreh shëllimet e sinqerta për lojtarin e ekipit të parë Mario Mitaj që i ka ndruar jetë gjyshja e tij, shkruhet në njoftimin e klubit. Në Arabi e tregojnë edhe si një goditje për klubin që është në prag të ndeshjes me Al Hilalin. Mitaj kërkoi leje për t'u larguar menjëherë pas ndeshjes me Al Garafën. Drejtuesit e stafit teknik e aprovuan kërkesën. Ndeshja e radhës me Al Hilalin është në transfert. Më 21 shkurt, prej orës 20, do të luhet përballë pretendentëve për kampion pa Mitajin të gatshëm. Mario Mitaj është rikthyer sërish në planet e Al Ittihadit. Lëvizjet në merkaton e dimrit hapën një vend për mbrojtësin e kombëtares që është preferuar titullar me minuta të plota në 3 ndeshjet e fundit. Al Ittihadi po kalon një moment të vështirë pasi si kampion në fuqi është jashtë garës për titull. Në përfundim të 21 javëve mban vendin e 7 në elitën e futbollit arab. Tifozët kanë surprizuar lojtarët në stërvitje sot duke treguar mbështetje ndaj tyre pasi largimi i Karim Benzema ishte moment delikat. Në qendër të vëmendjes ishte edhe Mitaj për të cilin kënduan dhe nga video e shpërndar dallohet se i është rikthyer buzëqeshja mbrojtësit shqiptar. Mbështetja në stërvitje erdhi një ditë para ndeshjes me Al Garafën në Championsin Aziatik. Ky takim është programuar sot prej orës 19:15 dhe Mitaj pritet titullar nga trajneri Conceição.